Fillimisht falenderimet janë para Allahun dhul Xhelal, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Tij, vullën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij të ndershme, shokët e Tij besnik dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Elusmi Allahun e madhëruar që Allahu dhul Xhelal në këtë ditë e bekuar, ditë Ramazani, Allahu dhul Xhelal të na i falë gjunahet tona. Lusmi Allahun dhul Xhelal që Allahu gjithë ibadetet, lutjet tona Allahu dhul Xhelal të i pranon. Lusmi Allahun dhul Xhelal që Allahu të mos lejon që zemrat tona të devijojnë pasi që Allahu dhul Xhelal na i udhëzoj. Të dashur vëllezër, në natyrën njerëzore është mbjellur ndjenja e gëzimit, pashtu ndjenja e pikëllimit, ndjenja e mërzisë, ndjenja e hidhërimit. Allahu dhul Xhelal kështu e ka kriju natyrën njerëzore. Njerëzit sot ndoshta gëzohen, por edhe hidhrohen për gjëra që nuk ja vlen për të gëzuar, edhe nuk ja vlen për të hidhruar. Sot do të ndalemi të flasim për çështjen e të gëzuarit, se për çfarë me të vërtet njeriu duhet me u gëzu, edhe cili është me të vërtet gëzimi i vërtet. Ne shohim që njerëz sot gëzohen për gjëra të ndryshme. Dikush gëzohet pasurisë, se Allah dhul Xhelal ja ka mësuar pak pasuri, edhe gëzohet që është i pasur. Dikujt ndoshta Allah dhul Xhelal i ka dhënë pozitë edhe ai gëzohet për atë pozitën të cilën Allah dhul Xhelal ja ka dhënë. Dikujt Allah dhul Xhelal ndoshta i ka dhënë famën edhe i gëzohet asaj. Dikujt Allah dhul Xhelal i ka dhënë i jep evlat edhe gëzohet që Zoti i ka dhënë evlat. Dikush ndoshta marton djalin apo vajzën edhe gëzohet për këtë. E për gjëra të ndryshme, edhe ky gëzimi është i ndryshëm, jo të krejt i njëjtë. Nëse e marrni për shembull fëmia gëzohet një bombon, një sheqer të vogël më ia dhon gëzohet. Ama i rritur i fëmia gëzohet me ia dhon një bombon, nuk gëzohet. Pra njeriu i rritur synon gjëra më të rëndësishme, gjëra që janë afatgjate, jo të përkohshme. Andaj nëse shikojmë librin e Allahut dhul Xhelal, Kur'anin, Allahu dhul Xhelal apo në Kur'an përmenden dy lloje të gëzimeve. Gëzim i qortuar edhe gëzim i lavdruar. Thon gëzim që me të vërtetë ja vlen për të gëzu, edhe ka gjëra apo sene që është i qortuar nuk ja vlen për më gëzu. Cili është gëzimi i qortuar? Allahu dhul Xhelal e përmend Kur'an surën Qasas punën e Karunit. Allah dhul Xhelal pra i ka dhënë pasuri Karunit, siç e dimi historinë, pasuritë e mëdha. Edhe Karuni ju ka gëzuar që se i pasurisë, që Zoti ja ka dhënë. Por Allah dhul Xhelal përmend Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim, la yafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Mos u ngazle, mos u gëzo, se Allah dhul Xhelal nuk i don ata që ngazlejnë, ata që gëzojnë. Çka? Se faraoni ju gëzue pasurisë madhe të cilën Allahu dhul Xhelal i ia dha. Mirë po, harroi faraoni se kjo pasuri të cilën Allahu dhul Xhelal ja ka dhënë është prej Zotit që dhun ti, dhe kjo pasuri u bë shkak që atë me shkatru. Pra faraoni atë pasurinë të cilën Zoti ja dhuroi, tha kjo është si shkak i aftësisë time, i mundit tim edhe i sakrificës time. Dhe në një farë forme po arriti atë pushtetin sa, më thonë burrej me mendje madhësi para popullit. Derisa populli thanë la yafra, mos u gëzo, mos u ngazle. Se Allah dhul Xhelal nuk i don ata që ngazlehen, gëzohen pra me çështje materiale, të cilat bëhen shkak që me harru Allahun dhul Xhelal. Pra pasuria
pozita, fama, po edhe e vladi, edhe çdo gjë tjetër, e cila bëhet shkak që me të bon që me harru Allahun dhul xhelal edhe mos me falendru Allahun dhul xhelal, ky gëzim është gëzim i qortum. Pra nuk ja vlen me u gëzu. Ti ndoshta gëzosh përkohësisht, por s'ja vlen me u gëzu, sepse ata bëhen shkak që ti me të largue nga Allahu dhul xhelal, nga nënshtrimi i Allahu dhul xhelal. Nga ana tjetër, Allahu dhul xhelal e përmend atë gëzimin e urdhëruar apo të lavdëruar. Thot Allahu dhul xhelal në surën Yunus ajeti 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidhalika yafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Thuaj, mirësisë dhe mëshirës së Allahut dhul xhelal, vetëm kësaj le t'i gëzohen, sepse kjo është më e mirë se sa ajo që ata grumbullojnë. Pra, kur thot Allahu dhul xhelal, thuaj vetëm qul bi fadlillah, vetëm mirësisë dhe mëshirës së Allahu dhul xhelal. Pra çka ka për qëllim Allahu dhul xhelal, që thot mirësisë së Zotit dhe mëshirës së Allahu dhul xhelal. Komentatorët e Kuranit kanë thonë kështu: mirësia Allahu dhul xhelal që Zoti e përmend tun është për qëllim Kurani. Pra gëzojuni librit të Allahu dhul xhelal që Zoti u shpalli juve, u dha juve si udhëzim drejt rrugës së vërtet. E këtë më së miri ajeti që vjen para këtij në surën Yunus, prap thot: ja ejuhen nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshill nga Zoti juaj. Wa shifa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatu lil mu'minin. Edhe shërim për gjoksat tuaj, udhëzim edhe mëshirë nga ana e Allahut dhul xhelal. Dërsa mëshirë, kanë thonë dietarët, është për qëllim Islami, feja apo imani. Pra mirësia edhe mëshira Allahu dhul xhelal, këto janë ditë mira për të cilat ne duhet të gëzohemi si besimtar musliman. Pse duhet të gëzohemi mirësisë së Allahu dhul xhelal, Kur'anit edhe Islamit? Sepse në Kur'an përmbahen këshilla, udhëzime që njeriu arrin të jetoj i lumtur, i qetë në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Pra Kur'ani është shkak që ti e gjen atë rrugën e drejtë përmes të cilës do të shpëtosh në këtë botë edhe në botën tjetër. Përmirëson pra jetën e njeriu të këtë botë edhe në botën tjetër. I shëron shpirtrat e njerëzve. O vëllezër, sa njerëz sot ka të cilët atë shërimin shpirtëror e gjen te Kur'ani. Shkon në për spitale, shkon në për mjekë, psikolog, wallahi atë shërimin shpirtëror e gjen në librin e Allahut dhul xhelal. Po pse? Sepse njeriu kur e lexon librin e Allahut dhul xhelal, njeriu që është sprovuar me smundje, ai kur e lexon librin e Zotit e kupton se është një provë nga Allahu dhul xhelal për të cilën Allahu dhul xhelal do ta shpërblet. Apo çfarë do lloj sprove të cilën e ka goditur. Leximi i Kur'anit sjell qetësi në shpirt. Pra kur lexojmë fjalën e Allahut dhul xhelal, njeriu qetësohet. Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, thot Allahu dhul xhelal. Me të vërtetë me të përmendurit të Allahut dhul xhelal, zemrat qetësohen. Pastaj imani apo Islami, si mëshirë nga ana e Allahut dhul xhelal. Sa njerëz sot kanë botë të cilët nuk e gëzojnë Islamin. Nuk e din çka është ezani, me mu thirr ezani. Nuk e din çka është namazi, edhe nuk e din kënaqësinë e namazit. Nuk e din se çka është libri i Allahut dhul xhelal, Kur'ani. Nuk e din se çka është Ramazani. Nuk e din se çka është sadakaja. Nuk e njohin krijuesin e gjithësisë Allahun dhul xhelal. Andaj të dashur vëllezër, sot këto ditë e pam një rast që ndodhi që një grua e pranoi Islamin në Amerikë. Edhe e merr telefonin e thirr nanën e vet që
ti tregoje nanës vetë se ka pranu Islamin, u bë muslimane. Sa i kallëzoi nanës vetë në telefon, nana e cila kishte qenë prej atyre që këshpi alkool shumë. Thot, prej sot me mu e ke shkut kontaktit. As mos më thirr në telefon, as kur gjon. Pse? Pse u ka bë muslimane. Por kjo gruje çfarë deklaroi thot? Thot mua më mjafton që kam Allahun Dhul Xhelal. Dhe kështu thot, a thu vall e din muslimanët se në çfarë kopshti apo në çfarë baçe janë duke jetuar me plot lule, që fatkeqësisht nuk janë duke u adit vlerën dhe këto lule ndoshta janë duke i shkelur apo përbusur. Kështu janë përshkruar kjo grua e cila ka pranuar Islamin. Pra Islamin po e përshkruan si një kopsht me plot lule, me plot mirësi, me plot begati. Prandaj Allahu Xhelal na jetë që lexuam ku thot gëzojuni mirësive dhe mëshirës se Allahu Xhelal, çka huwa khairu mimma yajma'un. Sa ajo është më e mirë se sa ajo që ata grumbullojnë. Pra gëzojuni Islamit, gëzojuni Kur'anit, se Kur'ani edhe Islami është më e mirë se çdo gjë tjetër materiale. Se pasuria, se pozita, se fëmia, se gjithçka. Pse? Pse janë kështu? Sepse pasuria mund të jetë sprov për ti, edhe mund të largon nga rruga Allahu dhe Xhelal. Edhe fëmia çështu. Edhe fëmia mund të jetë sprov, që të bjen 100 telashe, ndoshta edhe që të prej udhës së Allahu dhe Xhelal. Pastaj çka? Islami të shpëton në këtë botë, të shpëton në varr, të shpëton në ditën e gjykimit, të ban për ti shefat në ditën e gjykimit, edhe t'i rrit gradat në xhennet. Edhe leximi i Kur'anit po ashtu. Çfarë do të marrim me vete kur vdesim? Pse do të gëzohemi më shumë të Islamit? Kur vdesim, çka do të marrim me vete? A do ta marrim shtëpinë atë në varr me vete? A do ta marrim pasurinë me vete? A do ta marrim pozitën, famën? Si marrim këto? Ajo që do të marrim me vete janë veprat tona. Është namazi jon, është sadakaja jon, është leximi i Kur'anit të cilin ne kemi bë, është dhikri të cilin për hir të Allahut Xhelal kemi bë. Pra e mirën, ajo do të jetë për neve, as bashkë me neve në varr, do të jetë në ditën e gjykimit dhe me ta me lejen e Allahut Xhelal do ta fitojmë xhenetin. Në fund të jetës askush nuk thot, kur i vjen vdekja, askush nuk thot, sikur ta kisha bën shtëpinë në pallat. Sikur ta kisha blej një kerr çështu. Sikur të isha kon ministër, drejtore, profesore, kështu. Askush nuk e thot në çastin e vdekjes që këta. Po thot, sikur të kisha bën punë të mira. Ashtu siç Allahu Xhelal thot në Kur'an, ya leitani qaddamtu li hayati. Sikur të kisha bën punë të mira derisa isha në jetën e kësaj bote. Pra kur vjen vdekja, askush nuk thot të kisha bën në aspektin material, por i kujton veprat e mira. Andaj këtë më së miri e kanë kuptuar këtë ajet kuranor, ku Allahu Xhelal thot gëzojuni mirësisë së Allahu Xhelal pra Kur'anit dhe mëshirës së Allahu Xhelal Islamit, sepse kjo është më e mira se ajo që ju apo ata grumbullojnë, për shkak se këtë e kuptuan sahabët. Bilali, ne edhim Bilali radiallahu anhum, ai ka qenë rob i varfër. Por çfarë e boni Bilalin në të i kalue ato torturat, nxehtësi, maltretimet që ja banën? Pra nga se në të kishte dëpërtu Islami dhe ai ju kishte gëzu Islamit. Nuk ju kishte gëzue diçka e tjetër. Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili e dha pasurin, krejt pasurin, ai ju kishte gëzu Islamit. Nuk ju kishte gëzu pasurisë që kishte bë pasuri shumë, por ju kishte gëzu e Islamit dhe e dha për Islamit. Omeri, i cili e dha gjithësën e pasurisë. Po ashtu Mus'ab bin Umejri, i cili ka qenë djali më fisnik në Mekë, ma i pashmi, ma i bukuri, i ka vesh rrobat më të mira, parfumet më të shtrenjta.
Por ai kur ju gëzua Islamit, kur u gëzu për Islamit, i la krejt këto. Krejt i la këto, vetëm me rrobat në trup që i pat, bani hijrat prej Mekës në Medinë. Prandaj ne t'i gëzohemi fillimisht Islamit. Nuk do të thotë që ne nuk do të më gëzue për atë që i përmenda më herët. Nuk do të më gëzue pasurisë, po, do të me ju gëzue. Nuk do të me ju gëzue evladit, do të me ju gëzue. Nuk do të me ju gëzue gjëne. Pra, ne do të gëzomi, por gëzimi i vërtet e joni do të jetë që Allahu Dhul Gjelal fillimisht në ka bo musliman. Elhamdulillah. Dhe dyta, gjdo gëzim të cilin na e shfaqim pa falendërim ndaj Zotit, ajo do të jetë në domin tonë. Gjdo vepër, gjdo punë, gjëse që i gëzohemi, duke mos e njohur Allahun Dhul Gjelal, duke mos e falendëruar Allahun Dhul Gjelal, duke mos kanë mirënjohës ndaj Allahut Dhul Gjelal, pra ajo do të jetë në domin tonë. Pra, para se të gëzohemi gjërave materiale, të gëzohemi udhëzimit të cilin Allahu Dhul Gjelal na e dha. Islami nuk ndalon pra gëzimin, por e drejton atë drejt asaj që ka dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Kurani dhe Islami pra janë më të vlefshëm se çdo gjë tjetër. Elusmi Allahun Dhul Gjelal që Allah të na ruaj Islamin ton, elusmi Allahun Dhul Gjelal që Allahu na i shëron zemra dhe shpirtat ton, lutja Allahu Dhul Gjelal që Allah të jetë razi me neve, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.